kjo është diçka që mua më pengon të besoj plotësisht që ai do të pritet në shtëpinë e bardhë me të gjitha salltanetet. Po edhe nëse pritet, nuk ka asnjë lloj mundësie që ai të ketë zgjidhur punët thjesht me një pritje, sepse siç e thash, e trajtojnë si shërbëtor, ju duhet në këtë pikë dhe shërbëtorit i tregohet pjesa e mirë e shtëpisë, i thuhet hajde se na duhesh, vëre këtë firmë këtu dhe pastaj shohim e bëjmë. Megjithatë, para pak ditësh gazeta gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung shkruante se Vjosa Osmani e takoi në Davos pra presidentin amerikan Donald Trump, pra ishte ajo e pranishme aty për të firmosur, përmes Edi Ramës, duke qenë se ky i fundit ka raporte mjaft mira me dhëndrin e Donald Trump, Jared Kushner. Në këtë rast, se ky më shumë duke një shkrim gati në kufit e thashë themit, por në këtë rast Edi Rama po i përmison marrëdhënien me Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo jemi në fazën që ju e përmendët pak më parë? Shikoni, unë nuk kam përgjigje për pyetjet të cilat vetëm shërbimet mund t'ju përgjigjen. Unë do t'ju kujtoj diçka që Gjermania ka shërbime të forta, të cilat kanë lidhje me gazetat të forta, me gazetat të mëdha. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shërbime, kanë gati 18 agjenci shërbimesh të ndryshme, të cilat ndërveprojnë bashkë nga Drejtoria e Informacionit Kombëtar, kështu që edhe ata kanë shërbime të forta dhe se kush i kanë ndikimet e tyre, një shkrim në gazetë është gjëja më e thjeshtë për të bërë për shërbime serioze. E bëjnë shërbimet shqiptare nëpër portale, nëpër gjëra, jo më shërbimet e shteteve të mëdha, të cilat kanë mjete shumë herë më të mëdha se sa tonat. Kështu që një artikull gazete nuk do të merrej si provë, shumë artikuj gazete kanë dalë, edhe do të dalin, ka gazeta të caktuara të cilat njihen si përçuese të mesazheve të shërbimeve përkatëse. Është për shembull gazeta Telegraf në Angli, e cila dihet që kur shkruan diçka për gjeostrategjinë, ka gjithsesi një prapavi mbrapa. E të tjera, gjitha vendet i kanë këto. Unë nuk do të ndalesha fort tek pjesa e thashë themit. Doja të dilja tek pjesa e presidentes Osmani, e cila ka krijuar një raport shumë të mirë me administratën dhe kjo është gjë e mirë. Kjo është gjë e mirë sepse është si tip kundërpeshe, është si një lloj kundërpeshe ndaj marrëdhënies shumë të keqe që ka kryeministri aktual i Kosovës. Dhe për të mirën e shqiptarëve, për të mirën e Kosovës, është mirë që presidentja e Kosovës të ketë marrëdhënie të mira. Pastaj, nëse kjo do të përdoret për të mirën e Kosovës, për të mirën e ardhmërisë së shqiptarëve, për atë që vetvendosja e thonte më të madhe në atë fillim, po që tani e ka harruar, që është bashkimi i shqiptarëve e të tjerë, kjo mbetet për tu parë, veprimet i përcaktojnë qeverisjet. Deri më tani vetvendosja nuk ka dhënë shumë shpresë me këtë qeverinë e re, por duhet dhënë gjithkujt një shans. Unë vazhdoj të mendoj që është një skandal i tmerrshëm shtetëror dhe kombëtar që asnjë nga autoritetet aktuale në Kosovë nuk e vendos si parakusht të çdo lloj bisedimi lirimin nga një gjykatë tërësisht e kapur dhe e korruptuar dhe e informuar nga shërbimet serbe siç është gjykata e Hagës, duhen liruar i pari ish presidenti i Kosovës, është personaliteti i Kosovës, sado armik ta kenë ata, sado frikë ta kenë ata, Hashim Thaçi duhet lirohet sot. Ka 5 vjet e gjysmë që është në paraburgim, një person që është paraqitur vetë përpara gjykatës, pavarësisht se kishte mbrojtje nga institucionet e vendit vet, pavarësisht se ishte në pushtet. Pra, mos lirimi i Hashim Thaçit dhe të gjithë tjerëve, Kadri Veselit e të gjithë tjerëve, është një njoll e zezë e pashlyeshme asaj gjykate, ajo gjykatë është farsë dhe fakti që asnjë nga autoritetet e Kosovës nuk ka guximin ta vendosë si parakusht është në turpin e tyre, do të ngelet turp historik kombëtar edhe për presidenten Osmani, edhe për kryeministrin Kurti. Pastaj, a kanë defekte komandantët nga pikpamja politike? Këto janë çështje që edhe mund të diskutojmë. Nëse kanë shkelur ligjin për një arsye për një tjetër, ka gjykata në Kosovë, tani më Albin Kurti ka mbi 50% votës, kontrollon gjithçka, le të gjykohen në Kosovë, nuk jam kundër unë asaj, por herojtë e popullit shqiptar nuk duhet lënë trajtuar në këtë mënyrë, sepse Hashim Thaçi dhe gjithë ata që janë në Hag janë pa dyshimin më të vogël herojtë e popullit shqiptar. Zoti Roy, dhe i pyetje fundit duke u fokusuar te Kosova dhe Shqipëria, si mendoni, pse nuk janë ato raporte që do duhet të ishin në aspektin e një lloj bashkëpunimi shumë herë më të fortë dhe
në këtë rast për të shkuar për te inateve personale shpeshherë që kanë ndodhur midis Albin Kurtit dhe Edi Ramës. Dhe në këtë rast si gjendet Kosova dhe vetë Shqipëria në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës si referencë po themi në rajonin e Ballkanit Perëndimor? Unë si që thash pak më parë kam kritikat e mia të mëdha për Albin Kurtin dhe për Vjosa Osmanin dhe mënyrën se si kanë qeverisur këto vitet e fundit. Por në këtë rast më duhet të them, duhet të jemi objektiv. Albin Kurti ka të vetat, por në këtë rast fajin e ka Paria e Tiranës. Paria e Tiranës e ka frikë të tmerrshme Kosovën, e ka frikë të tmerrshme mendësinë e popullit Kosovës, është një mendësi thelbësisht kombëtariste. Edhe Albin Kurti në pushtet ka ardhur me kombëtarizëm, tani e ka shndruar në fals kombëtarizëm, kozmopolit, ndoshta e ka pasur që në fillim në këtë mënyrë dhe ishim dhe ata që e mbështetën u entuziazmuan jashtë radhe, por kjo mbetet për historinë pastaj, por nuk mund të fitohen zgjedhjet në Kosovë pa pasur të paktën paraqitje identitare përpara popullit Kosovës. Për shkaqe historike, për shkaqe të ndryshme të cilat nuk është vendi të diskutojmë, këtu janë të njohura. Por në rastin e marrëdhënieve midis Tiranës dhe Prishtinës, Tirana e sheh Prishtinën me shumë frikë, sepse çdo lloj afirmimi i identitetit kombëtar, një shteti me identitet kombëtar, vendos në pikpyetje ekzistencën e vet Parisë Tiranës. Paria e Tiranës nuk kërkon bashkimin e shqiptarëve, sepse nuk do të ekzistonte më në këtë formë që është. Nuk do të kishte më mundësitë që të luante kaq hapur me antishqiptarinë e vet. Ndaj dhe unë mendoj që Edi Rama ka qenë një nga aktorët më negativ të marrëdhënieve me Prishtinën. Edi Rama së bashku me Sali Berishën, se gjithë harrojnë, sot Sali Berisha i thur Diti Rambe ish të ndjerit president të parë të Kosovës, por nuk është që i kishin mirë. Nuk i kishin mirë marrëdhëniet, madje për shumë kohë nuk flisnin me njëri tjetrin. Sali Berisha sot gëzon një popularitet brenda qarqeve të LDK-s, mirë po siç po shihet, LDK-ja është një parti e cila ka rënë në pozita neotitiste dhe ka dalë nga shtrati kombëtarist, pavarësisht njerëzve që kanë luftuar në UÇK-e të tjera, është vendosur në pozita haptasi neotitiste dhe mbështetet nga qarqe të tilla, duhet thënë edhe kjo. Pra, këtu kemi të bëjmë me një përplasje e cila ushqehet nga shërbimet e huaja, e cila ushqehet nga interesat e ngushta të Parisë së Tiranës, e cila ushqehet nga meskiniteti i politikës shqiptare. Të dyja palët janë fajtore, pra nuk është që nuk ka faj dhe në Kosovë, por më së shumti faj për këtë i bie Tiranës. Unë në librin tim që në 2013 pata parashikuar se boshti i kombëtarizmit shqiptar ishte në zhvendosje sipër e tani më mund të themi është zhvendosur nga Tirana, që ishte si kryeqendra e shqiptarisë, sepse është kryeqyteti i shtetit të pranuar të shqiptarëve, pra gjithë bota e pranon Shqipërinë si shteti i shqiptarëve, pavarësisht se qeveria është antishqiptare dhe opozita është antishqiptare dhe paria është antishqiptare. Po ky bosht po zhvendoset drejt aksit Prishtinë-Shkup. Tani aty në atë bosht ka ndërhyrje të mëdha, ka ndërhyrje nga shumë qarqe të huaja. Në Shkup kemi një ndërhyrje nga Turqia, shumë të fortë e të tjerë, por gjithsesi boshti kombëtar shqiptar është i drejtuar në vijën Prishtinë-Shkup dhe kombëtarizmi shqiptar aty e ka të ardhmen, jo më në Tiranë. Zoti Roy, unë ju falenderoj për gjitha mendimet, opinionet dhe analizën tuaj këtu në Agora News. Faleminderit ju për ftesën, kënaqësi. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.